Faleminderit të nderuara kryetare, kabinet qeveritar, të nderuar deputet. Është interesant se ftesa për këtë seancë të jashtëzakonshme erdhi vetëm pas njoftimit se dështuan në një farë forme diskutimet për zgjedhjen e presidentit. Disi edhe mbrojtjen e interesit qytetarëve e vendoset pas interesit se mos po arrim ndonjë marrëveshje e këtë e lëm pastaj. Kjo në esencë e tregon edhe një farë jo sinqeriteti në raport me temat që po dëni mi diskutu. E mënyrën se si po shpreheni, edhe faktet të cilat po i shtrembroni në vazhdimsi, në veçanti nga ato që i dëgjova kur erdha këtu, se isha në një angazhim tjetër, nuk e kam përcjell seancën, duke u përfol në vazhdimsi emrim. Unë uroj që juve t'ju bën mundi ma lehtë, fakti se e zhveshni veten nga gjitha përgjithësitë e juja deri tashme, ndërsa unë e mbaj kryqin e fajit në shpinë, edhe e kam fajin për privatizimin, e kam fajin për koordinimin me listën sërbe, e kam fajin për një sort, e kam fajin për çka t'ju bjen mend për mend ma një emrin. Hiç nuk është problem, nëse juve ju bën mundi ma lehtë, po në fakt që kjo e vërtet nuk e ndihmon qytetarin, as nuk ju leton juve nga përgjegjësia juaj. Për me ju rikujtu disa fakte, të cilat kanë të bëjnë drejt për drejt, me përgjithsin edhe të subjektit politik, edhe të individve, po shkojmë mbrapa në kohë veç për pak minuta sa i përket sektorit energjisë. Me 2 tetor 2008, qeveria e Kosovës aso kohë, në koalicionin PDK-LDK, e miraton vendimin, gjithësisht e aprovon vendimin për privatizimin e distribucionit të kekut. E zyrtarizon me 2 dhjetor 2008, 2 muaj pas, edhe në atë kohë, nga kabineti qeveritar, PDK-LDK, ose qeveria Thaqini, njihej si suksesi asaj kohë. Edhe ju si partije djathtë, e cila sot e kësaj dite, në programin e juaj, edhe në zgjedhjet e fundit, e keni pasur privatizimin e telekomit, i vetmi aset që ka mbet pa u privatizua asaj kohë, nuk e di pse gure dru tash për privatizimin e kecit, ndërsa asni element përmbajtësor nuk e nxjerrni nga procesi. Tash po du mi u kthy edhe te pjesa që deputeti Mustafa e ka dhe mban vazhdimisht për aktakuzën në të cilin kom qetë unë, 2 ministra të PDK-s apo ish ministra, një ministër i komuniteteve Zoti Rashić, edhe një 18 përfaqësues të ZRS-e, kekut atëhershëm e kecit, pastaj e të emerat. Sa i përket këtij vendimi për privatizim, ka fillu në qeverin Thaqin 1, është finalizu në qeverin Thaqin 2. Privatizimi ka qenë proces i cili është përcjell me një marrëveshje me bankën botërore, më konkretisht me International Financial Corporation që ka qenë transaction advisor apo këshilltari transaksionit. Nëse për ju intereson çka ka ndodhur në privatizim, ta dini se i gjithë dokumentacioni i secilit takim të grupit qeveritar, që është të komisionit qeveritar, është arkiv e cila është lehtësisht e qasshme. As edhe një takim, edhe në aktakuz pastaj që është bën nga prokuria speciale, që është turp, nuk është referencë të ndonjë takimi të fshehtë, përfitimi material, apo individit të caktuar që kanë qenë në aktakuz. Edhe aktakuza nuk ka të bëjë me procesin e distribucionit, e ju shumë mirë e dini, po zgjedhni me qenë gjysëm neglizhent e gjysëm manipulativ për opinionin publik. Aktakuza ka qenë për 4 hidrocentralet e vogla, të cilat kanë mbet me distribucionin dhe në fund është vërtetu në 2 palë shkallën, edhe në themelore, edhe në apel, që nuk ka pas bazë, edhe nuk e di çka tjetër ma shumë do të me folë. Ju përmendeni, nëse ju bën juve mundi ma mirë, edhe me zhvillu betejën e ju opozitare, përmendeni, se vazhdimisht ju më përmendi ma shumë, mu mriten votat. Nuk e di pse ndodh kjo çuditërisht, po është absurde ju me mendu që sot, mas 13 viteve, ju ma thirrni emrin për atë aktakuzë. Ka qenë kryetari tashëm i PDK Zoti Bedri Hamza, si ministri i financave, ka qenë ish ministri Besim Beçaj, ka qenë ministri aktual Nenad Rashić, ka pas ministri Dardan Gashi, bashkë kemi qenë. Jo, unë kur hyna ishte Zoti Mustafa ty fol për këtë. Tash, sa i përket vlerës edhe kontratës, që të dyjat janë publike. Vlera 38 milion, investime 320 milion aso kohë. Mjaftueshëm keni pas mandat qeveritar me përcjell vlerën e investimeve të kecit. Sa herë keni ngrit? Jo.
juve për ju them, unë e dëgjova emrin tim nga ju, sa herë deri tash, asnjëherë të vetme. Asnjëherë të vetme nuk është ngrit, na shumë e thjeshtë kemi këto. 2 komisione qeveritare për hetimin e çështjes energjisë janë ngrit në legislaturën e kaluar për ministren Artane Rizvanolli edhe për kabinetin Kurti 2, asnjëherë nuk janë ftuar në mënyrë përmbajtësore mu diskutu. Cila vlera e investimeve të Kecit, cilat janë mundësitë tjera, a kena hapësinë, pastaj kërkoj më tepër nga kompania turke, por gjithashtu edhe hapësina tjetër, më lejoni edhe një herë t'ju them. Në vazhdimisht vlerën e aseteve, për ata që e din ligjin e energjisë, shumë mirë e din që asetet e energjisë nuk bëhen në shpinë mu dërgu dika. Asetet janë të vendit. Asetet, se cili aset që sot është në distribucion është i vendit. Nesër me u këput ajo marrëveshje, ajo kontrat, atëhere ato asete mbesin në Kosovë si që ja kanë qenë gjithmonë edhe koma parë. Po, du me ju tregu edhe për temen famoze elefantin dhomë që sa herë unë e vi, edhe është dikush këtu që i bjen mend me diskutu komunikimin vetën i shefën e ju me listën sërbe. Ju keni vendos me u marë vetë me krejt atë amulli e atë prodhim të informacionit që ka dalë. Për mu, ajo është çështje e cila është sharu, e sthollu, e stërhollu, e bile, dej aq larë ka shku, sa unë personalisht, e kom dërgu rastin në prokurori edhe i kom kërku prokuris me bo super ekspertizë. Është prokuroria e Kosovës, themelorja që e kam bajt 1 vjetë edhe s'ka sjell vendim, edhe specialja që për 3 javë e këtëm përgjishën të duket original. Mirë, për mu duk original e keni bëhë gjithë jo, edhe ata që e kam promovu. Po originalitetin e saj e vërteton ekspertiza. Në këtë situatë është fjala ime kundër atyne që ju keni vendosur me ju besu. Ata që e kanë publiku edhe listës sërbe. Përderisa veç me ju rikujtu, marrëveshjet që kanë ndodhur këtu, ka qenë votimi i asociacionit në kuvend me marrëveshje ndërkombëtare, e para edhe e dyta votimi gjykatës speciale ku janë emrat e gjithëve. Ju lutna, janë votime tjeshta, apo doni me fol për energjinë, apo doni me fol për çështjet të cilat paka shumë krejt keni kaluar në për çat sistem. Cila është mënyra? Jo, unë e marr fjalën për arsye se sot dul edhe akuza tjetër, tash thuhet, tash jeni ty i 10 qytetarët me një sort. Sikur ne në asnjë veprim mos ta kishim bërë si qeveri e si ministri me një sort, edhe kisha thonë ekziston një dyshim. Ministria që drejtoj, edhe që një deputete e LDK se ka drejtu, e që e ka drejtu edhe shumë ministra tjerë të partisë me cilin ka egzistu aso kohë pani, ka Agjencinë e Metrologjisë. Agjencia e Metrologjisë si pas kompetencave të veta në 3 ligje. Ligjin për metrologji, ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, edhe ligjin për inspektoratin qendror të tregut ka marrë veprimet. Edhe sot vlera e denimeve ka mri, përderisa po flasim, afërsisht deri në 50.000 euro edhe vazhdon matutje. Një sort ka ndalë që disa janë skadun prej vitit 2015. Kush ka qenë pushtet vitin 2015? Çka ka bo agjencia ose kush ka qenë kreu i agjencisë në atë kohë për mi përcjell? E të tilla raste, po në këtë situatë tash mu dikush më pyet pse po flet. Jo, unë po flas për me e tregu ku të shku fokusi i debatit. Fokusi i debatit nuk ka të shku më bo zgjidhje për situatën e energjisë. Fokusi i debatit është të shku, hajde gjujmë gure dru edhe t'ju themi që ju me të vërtet jeni të i vjetë qytetarët, që ju në një farë forme përdojmë ju thonë qytetarëve që rezultati i 28 dhjetorit nuk është në rregull, se qytetarët janë habit, se një farë forme këta përdojmë me dalë që ashtu hajna, dyqysh qysh na kanë thonë këta neve që kemi qenë. Po është absurd për arsye se është përsëri 2 herë. Nuk mundet mu gjbo. Edhe se cilën herë që mundoheni me fol diçka për qeverinë ose për këtë pozitë, dijeni se 3-4 nivele ma poshtë jeni në bazë rezultatit të qytetarëve. Në bazë të votës lirë qytetarëve. Jo në bazë në të një vlerësimi tonë profesional. Qytetarët janë shku në zgjedhjet lira dhe kanë sjell këtë rezultat. Nëse s'ju pëlqen, po më vjen keq. Doni me mësu me jetu, ose në opozitë, ose me shku në cikël zgjedhjeve të vazhdueshme. Por me thirrë seancë për energjinë, edhe me ju referu për emën në situata në të cilat unë për ju vi këto, edhe për ju përgjish nga kur do një pytjeve. Po jo, detyre imja është të jem këto. Por, është gjithashtu obligimi se cilit që kur ta thot fjallin me i qëndru në bas, me i qëndru me fakte, se maj leta është me u thonë gënjeshtra. E vërteta, don pak kohë, don pak memorie institucionale. Edhe liberalizimi në fund, vendimi për liberalizimin e tregut energjisë e ka marë qeveria Mustafa në vitin 2016. Ka qenë afati par viti 2000
30 sekonda për mbyllë fjalën, ministre. Afati 2 viti 2018, më kërkoj ndjes afati 2 2021 edhe është shty. Askush nuk e ka shty tregun e liberalizum për arsye se ka dashur mi ndihmu dikujt, për arsye se kemi marrë obligim. I njëjti subjekt i cili gjatë gjithë kohës thot, janë kushtet e kriteret e Sekretariatit të Energjisë, e ka marrë edhe atë kohë vendimin. Në vitin 2016 për liberalizim e tash e akuzon diko tjetër pse e ka implementuar liberalizimin e vonum. Ju falenderit.